Vlora është e bukur. Është e bukur nga natyra, është e bukur nga njeriu. Është e bukur sepse njerëzit janë punëtor, po punëtor janë njerëzit kudo në Shqipëri. Vlora është e bukur nga natyra, e bukur nga njeriu, edhe për faktin se njerëzit në Vlorë mesatarisht, besoj keni vënë edhe në këto fjalime, janë eloquent, janë mjeshtra të fjalës, nuk u bllokohet goja asnjëherë, janë kreativ, flasin jashtëzakonisht bukur, nga më i vjetri tek më i riu. Mua më emocionuan të gjitha fjalimet, posaçërisht ai Flavias, edhe mendova me vete, thash, na falo i lirë, po më duke se në zgjedhjet e ardhshme ne kemi zgjedhur kandidatën e parë të Vlorës. Vlora është e bukur prej natyre, Vlora është e bukur prej njerëzve, mirë po Vlorën po e shqyen të këqit, se fundja grabitçarët, përdhunuesit, janë ata që i sulen të bukurës natyrës, të bukurës njeriu. E natyrës Vlorës e njerëzve të Vlorës po i sulen grabitçar për ta shqyer në fushat e veta, në malet e veta, në bregdetin e vet. Grabitçar vendase të huaj. Grabitçar që duan të marrin, përvetsojnë e të tërësojnë gjithçka. Nga grabitçarët e famshëm të kësaj bote, si nipi i Donald Trumpit, dhëndri Donald Trumpit, Jared Kushneri, që ka privatizuar Sazani e Zvërnecin, deri tek këta oligarkët vendas, që kanë shqyer, kanë marrë bregdetin e të gjithë qarkut Vlorës, e Vlorës, e Imarës, e Sarandës. E nuk u mjafton vetëm bregdeti, po u kanë marrë dhe ujë. Oligarku famkeq Samir Mane po shter burimet ujore të gjithë fshatrave të Vlorës. Dhe asnjë parti politike përveç Lëvizjes Bashkë nuk ka pasur guximin, solidarizohet me banorët dhe denoncojë oligarkët. Por nuk janë vetëm ata, janë edhe oligarkë tjerë. U kujtova sot rrugës për Vlorë për një port, ande nga Saranda, portin e Limionit, që kjo qeveri e patësit, e ka dhënë për €1, jo ka falur 2 oligarkëve famqi, Artan Dulaku dhe Shqepqet Kastratit, për ta marrë atë port dhe për të ndërtuar aty resorte turistike, për t'u bërë edhe më miliarder nga që janë. Fatmirësisht Spaku e ka ndalur dhe ka filluar hetimin, sepse konsideron marrjen e këtij porti si cënim të sigurisë kombëtare. Po ku duan t'ia dinë ata për sigurinë kombëtare, për kombin, për popullin, për shtetin? Ata janë shushunja, ata janë grabitçar, ata duan të na marrin gjithçka. Të mos përmendim pastaj edhe politikanë që janë bërë investitor strategjik, si Olta Xhashka, ish ministrja për turp e jashtme e Shqipërisë, e cila pasi ka përvetësuar plazhet tona të përbashkëta, ka pa fytyrësinë t'i quajë qytetarët e thjeshtë që vinë nga mali për të ngulur çadër. Por Shqipëria gjithandej mali është more, 90% për nesh malësor jemi. E ne nuk pas kemi drejtën të pushojmë plazhet tona, po zonja Xhashka e burri i saj pas kanë drejtën të kthehen investitor strategjik, ku vendimet merren nga një qeveri ku ministre ka qenë vetë Olta Xhashka. Vlora është e bukur. Vlonjatët janë njerëz punëtor, edhe eloquent, por siç po ju thoja, Vlorën po e grabisin dhe pasi e kanë grabitur, edhe po e poshtrojnë. A e keni vëre cilët janë rivalët e Lëvizjes Bashkë në këto zgjedhje, jo vetëm Shqipëri, po edhe në Vlorë? Mendova, e vura vete në vendin e një qytetari vlonjat dhe thash, për këtë votoj. Përballë meje do shihja lloj fytyrash, qesharake të partive të tjera. Këtë Bledi Çuçi, figurë që qesh para se të qashe, qan para se të qeshës. Apo atë tjetrin, e PD-s, Bujar Leskaj, s'mahet mend kur ka filluar të jetë deputet. Tani krahasojini këta me një avokat, me një qytetar shembullor si Ilir Zotoja. Dhe pastaj ju siguroj që do keni shumë të lehtë për të vendosur se për këtë votoni. Vlora, siç ju thash, është e njerëzve të punës, është e punëtorëve të fasonerisë, që muajt e fundit s'po lën javë pa protestuar, po mbyllen fasonerit kudo, po mbyllen industrit dhe askush nuk do t'ja di. Punëtorët dhe punëtoret po lihen rrugë. Dhe ky shtet që duhet të ishte në krah, ky shtet që duhet bënte ç'është e mundur që jo vetëm ndërmarrjet ishin jetëgjata, po edhe të drejtat e punëtorëve të respektohet, nuk bën asgjë. Është indiferent e spektator. Nesër është 1 maj, dita ndërkombëtare punëtorëve. Dita
që këtu në Shqipëri ka një kuptim të veçantë se Shqipëria është vendi në Evropë, është vendi i fundit për sa i përket respektimit drejtave në punë. A i dini se në çdo 2 punëtor në Shqipëri, një punon në të zezë. Një në 2 punëtor punon në të zezë, një në 2 punëtor të sotëm nesër do t'jetë pensionist pa pension. Një në 2 punëtor të sotëm duke mos ju paguar sigurime shoqërore dhe shëndetësore. Nuk ka mundësi të kontriboj për pensionet e prindërve të vetë. Dhe kur shkon në spitale nxjerrin jashtë se i thonë ti nuk e paguar sigurime shëndetësore, ndonë se ke punuar si kafsh, jo 5 ditë javë, as 6 ditë javë, po 7 ditë javë, jo 8 orë në ditë, as 9 orë në ditë, po shpesher 10, 11 apo 12 orë në ditë. E këta punëtorë nuk kanë garantuar asgjë, nuk kanë garantuar as sotmen dhe as ardhmen. Shqipëria e keq qeverisur për sa e sa vite. Është një vend që ka fatin e keq që edhe për 2 javë të ketë për kryeministër një njeri që botërisht e paturpsisht krenohet se në Shqipëri nuk ka sindikata. Pra se në Shqipëri nuk ka organizata të specializuara për mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve. Këtë gjë kryeministri se ka thënë as për kafshët. As për kafshët se ka thënë. Edhe për kafshët po ta thoshte do ishte turp. Pra po të thoshte kryeministri ynë që fatmirësisht në Shqipëri nuk ka organizata për mbrojtjen e drejtave të kafshëve, unë do dilja i pari do thosha turp të qoftë. Se fundja qytetërimi i njerëzimit varet nga mënyra si trajtohen kafshët. Por ky njeri që se ka thënë këtë gjë për kafshët, e ka thënë për njerëzit. E ka thënë për punëtorët. Është krenuar disa herë faqe botës se në Shqipëri nuk ka sindikata. I ka parë dhe i sheh punëtorët shqiptarë si sklever. Mor po dhe më keq se sklavi, sepse sklavi nga njerë duhet ta mbash me buke me ujë për ta përdorur dhe nesër për kryeministrin ton, për oligarkët dhe për ata që kanë pushtetin politik dhe ekonomik në Shqipëri. Punëtori trajtohet më keq se sklavi. Dhe sikur të mos mjaftonte kjo, sikur të mos mjaftonte fyerja, shfrytëzimi, keq pagimi, i njëjti njeri, sa herë flet për njerëzit e punës, ose i quan cyryk, ose i quan dembel, ose i quan parazit. E mbani mend videon e para disa viteve, ku ky njeri shkoi në Shkodër, u takua me i pronar fasonerie dhe ju tha: mos merrin punë punëtor shqiptar, se ata din vetëm liri demokraci. Merrni nga Bangladeshi, po edhe Bangladesha si do tha, po mësuan shqip, dhe po filluan dhe ata liri demokraci, përzihni nga puna e merrni tjerë nga Bangladeshi. Ky është konceptimi krye qeveritarit të Shqipërisë për njerëzit e punës dhe për popullin e vet. Ke shumë të drejtë, Saliu është yti dhe i Edi Ramës, nuk është Timi. Saliu është yti dhe i Edi Ramës, Saliu dhe Edi Rama janë e njëjta mollë e kalbur që po kalbin krejt shportën e popullit shqiptar. Po vija sot në Vlorë dhe në autostradën që lidh Tiranën dhe Durrësin, pash një poster të Partisë Socialiste. Në fakt, në fillim pas postrat e Partisë Demokratike me këto premtime do ulim 40% naftën e do ngrejmë 500% rrogat e pensionet, edhe me erdhi qesh. Pastaj pas posterin e Partisë Socialiste, edhe me erdhi qaj. Qaj nga inati, nga revolti, sa si munden këta njerëz ta gënjejnë kaq shumë popullin që kanë qeverisur prej 12 vitesh. A e di çfarë thoshte posteri i Partisë Socialiste? Premtonte pensioni mesatar 400 euro. Tani unë kam studiuar çështën e pensioneve dhe e di që në Shqipërinë e sotme pensioni mesatar është 180 euro. Sikur pensioni mesatar të bëhet 400 euro, sa shpremton Edi Rama sot, do të thotë që për 4 vjet pensionet të rriteshin 122%. E po, dikush mund të thotë është e mundshme, se Lëvizja Bashk pas studimit thellë ka premtuar që pensioni mesatar do jetë 330.000 lekë. Edi Rama dhe Partia Socialiste premtojnë që pensioni mesatar do të jetë 400.000 lekë.
Pra do të rritet për 4 vjet 122%. Dhe pyeta veten, por po këta në 12 vjet pushtet, sa e kanë rritur pensionin mesatar? Sa ka qenë pensioni mesatar në 2013-ën, kur zotria e tij e mori pushtetin dhe sa është sot? Po a them unë. Ka qenë 140.000 lek dhe për 12 vjet është bërë 180.000 lek. Pa për 12 vjet është rritur 28% dhe këta mashtrues, këta sharlatan premtojnë që për 4 vjet e njëjta qeveri, njëjti kryeministër, të njëjtët hajdut do ta rrisin pensionin 122%. Çfarë talli je me një popull të tërë? Çfarë talli je me një popull të tërë? Këta tallës e këta palaço që 3-4 muaj më parë, Edi Rama 3-4 muaj më parë më quante mua sude me gjyslyke, se premtoja diçka që është shumë më modeste nga që premton ai sot. Unë shisja flemuq, qilima fluturues, e shokët e mi, e shoqet e mia, shistin pralla me mbret për të, sepse kërkonin që pensioni minimal të ishte 21.000 lek të reja. Zotria ti, pasi na ka vjedhur i den, tashmë qëllon fishek zjarë në ajër dhe kërkon ta mashtroj popullin shqiptar sa me pensioni 400 euro, aq edhe me pashaportën evropiane. Mirë po ne, populli shqiptar, i pjekur tashmë në 34 vite pluralizëm, nuk mund ta tolerojmë më mashtrimin, nuk mund ta tolerojmë më vjedhjen, nuk mund ta tolerojmë më poshtrimin. Nuk mund t'i kundërvijemi më me kryenësi vetes tonë, interesave tona. Para se ta merrja fjalën, më shkoi mendja se thash, vlora përveç tjerave është dhe vlora e patriotizmit. Dhe thash dua ta them diçka patriotike, nuk gjeta diçka tamam patriotike dhe të bukur për ta thënë, por ama diçka që lidhet me patriotizmin, qoftë dhe s'largu e gjeta. Sepse m'erdhën mendje fjalët e një poeti kosovar. Dhe ne dim që vlora e 112 është ndër tjera vlora e përqafimit midis Ismail Qemalit dhe Isa Boletinit. Më erdhi mendja tek poeti kosovar, Azem Shkreti. Dhe mu duk sikur këto rreshta ti ka shkruar tamam për ne. Ka shkruar vitin parë Azem Shkreti. Në qoftë se do të takoheshim me veten sy më sy, do të putheshim apo kishim për të pështyr. Ne populli shqiptar, për 34 vjet, sa herë kanë ardhur zgjedhje, e kemi parë vete në sy dhe e kemi pështyr veten tonë. Sot, në 11 maj, ka ardhur dita që të mos e pështymë veten tonë, të mos votojmë më partitë e korruptuara, të mos votojmë ata që na vjedhin, na poshtrojnë, na fyejnë, na nëpërkëmbin, na zvarrisin. Ka ardhur dita që ne të përqafojmë njëri tjetrin, të përqafojmë veten, të përqafojmë të vërtetën, të përqafojmë të drejtën, të përqafojmë lëvizjen bashkë. Ju falenderoj.